Milioneri I pasur I ndaloi në rrugë një çift të varfër që mezi arrinte të paguante qiran dhe, pa asnjë paralajmërim, u bëri një ofertë që dukej si një çmenduri. 2 milion euro në këmbim të një jave me gruan e tij. Çifti mbeti pa fjalë. Ata nuk e kuptonin nëse milioneri po bënte shaka, po I vinte në provë apo kishte një qëllim të fshehtë. Për ta, 2 milion euro do të ndryshonin jetën e tyre përgjithmonë. Por çmimi I kësaj pasurie ishte diçka që asnjëri prej tyre nuk e kishte imagjinuar ndonjëherë. Burri fillimisht e refuzoi. Ai nuk mund ta pranonte që gruaja e tij të bëhej pjesë e një marrëveshje të tillë, pavarësisht shumës. Por kur gruaja pa kontratën dhe lexoi kushtet e çuditshme të milionerit, ajo I tha vetëm një fjalë. Ndoshta duhet ta dëgjojmë deri në fund, sepse ai nuk na tregoi ende arsyeën e vërtetë. Ata nuk e dinin se pas asaj oferte fshihej një sekret që do të ndryshonte jo vetëm martesën e tyre, por edhe jetën e milionerit përgjithmonë. Dhe kur më në fund zbuluan pse ai ishte gati të paguante 2 milion euro për vetëm 7 ditë, askush prej tyre nuk ishte më në gjendje të kthehej pas. Era kishte mësuar të mos ndëronte më. Në moshën 31 vjeç, ajo e dinte se disa njerëz lindnin me fat dhe disa të tjerë duhej të luftonin çdo ditë vetëm për të mbijetuar. Ajo dhe bashkëshorti I saj, Arbeni, bënin pjesë të dytët. Jetonin në një apartament të vogël në periferi të qytetit. Muret kishin lagështirë, dritaret nuk mbylleshin mirë dhe në dimër era hynte nga çdo cep. Arbeni punonte herë si ndërtues, herë si shofer, ndërsa era pastronte shtëpi të ndryshme për të siguruar të ardhurat që mungonin. Nuk kishin kursime, nuk kishin makinë të re, nuk kishin ndonjë familje të pasur që mund t'i ndihmonte. Kishin vetëm njëri tjetrin. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse atë mëngjes, kur Arbeni hyri në shtëpi me fytyrën të zymt, era e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Çfarë ndodhi? E pyeti ajo. Arbeni nuk u përgjigj menjëherë. Vendosi çelsat mbi tavolinë dhe u ul. Më pushuan. Era mbeti pa fjalë. Përsëri, Arbeni uli kokën. Kompania po shkurton punonjësit. Thanë se nuk kanë më punë për mua. Era ul pranë tij. Të dy heshtën. Në tavolinë ishte një faturë qiraje e papaguar dhe pranë saj një zarf nga banka. Ata nuk kishin nevojë ta hapnin për të ditur çfarë shkruante. Borxhe, gjithmonë borxhe. Do gjesh diçka tjetër, tha Era me zë të qetë. Arbeni e pa. Po sikur të mos gjej? Era buzëqeshi lehtë. Atëherë do kërkojmë të dy. Ai I kapi dorën. Nuk e di çfarë do të bëja pa ty. Era jashtrëngoi dorën. As unë pa ty. Ata nuk e dinin se vetëm disa orë më vonë, dikush do t'u ofronte një shumë parash që nuk kishin mundur ta imagjinonin as në ëndrat më të çmendura. 2 milion euro. Por oferta kishte një kusht. Dhe ai kusht do t'i vendoste martesën e tyre përballë provës më të madhe që kishin kaluar ndonjëherë. Në mbrëmje, Era doli për të pastruar një vilë në një nga lagjet më të pasura të qytetit. Ajo punonte aty prej disa muajsh. Vila I përkiste një burri të quajtur Adrian Kodra. Emri I tij ishte njohur kudo. Adriani ishte një nga biznesmenët më të pasur të vendit. Kishte kompani ndërtimi, hotele, restorante dhe prona që kushtonin miliona euro. Por njerëzit flisnin shumë pak për jetën e tij private. Ai jetonte vetëm në një vilë gjigante, pas një porte hekuri dhe një kopshti të madh. Gruaja e tij, Elira, ishte po aq e njohur. Ishte një grua elegante, e qetë dhe misterioze. Por prej muajsh Era kishte vënë re diçka të çuditshme. Elira duke gjithmonë e trishtuar. Ndonjëherë qëndronte për orë të tëra pranë dritares. Ndonjëherë nuk fliste me askënd. Dhe her pas here Era e kishte dëgjuar duke qarë në dhomën e sipërme. Ajo nuk kishte pyetur kur. Nuk ishte puna e saj. Ajo pastronte shtëpinë dhe largohej. Por atë mbrëmje ishte ndryshe. Sapo Era hyri në vilë, një shërbëtor I tha: "Zoti Kodra dëshiron të flas me ty." Era u habi. "Me mua?" "Po." Zemra I rahu më fort. Ajo nuk kishte pasur kur një bisedë private me Adrianin. "Për çfarë?" "Nuk më tha." Era e ndoshi shërbëtorin drejt zyres. Dera u hap. Adriani ishte ulur pas një tavoline të madhe prej druri. Ishte rreth të 60-ave. I veshur me një kostum të errët, me një orë që dukej se kushtonte më shumë se gjithë apartamenti I erës. Ai ngriti syt. Ulu Era. Ajo u ul me kujdes. "Më falni, zoti Kodra. Nëse kam bërë ndonjë gabim." "Nuk e bëra asgjë." Ai heshti për disa sekonda. Pastaj nxori nga sirtari një zarf të trashtë. E vendosi mbi tavolinë. Era e pa. Një ofertë. "Për mua, për ty dhe bashkëshortin tënd." Era u ngrit pak nga karrikia. "Për Arbenin?" Adriani pohoi. "E di që ai humbi punën sot." Era u befasua. "Si e dini?" "Unë di shumë gjëra për njerëzit që punojnë për mua." Ajo nuk tha asgjë. Adriani shtyru zarfin drejt saj. "Brenda është një kontratë." Era nuk e preku. "Çfarë kontrate?" Adriani e pa drejt në sy. "Një marrëveshje që do t'ju bëj të pasur." Era pothuajse qeshi. "Zoti Kodra, ne nuk jemi njerëz që mund të përballojmë." 2 milion euro. Buzëqeshja ju zhduk. Era mendoi se nuk ishte dëgjuar mirë. "Çfarë thatë?" 2 milion euro. Dhoma u bë krejtësisht e heshtur. Era e shikoi. "Pse?" Adriani u ngrit ngadalë. Shkoi drejt dritares. "Sepse dua t'ju bëj një ofertë që mund t'ju ndryshojë jetën." "Çfarë duhet të bëjmë?" Adriani u kthye.
Dhe këtë herë zëri i tij ishte shumë i ftohtë. Dua që ti dhe bashkëshorti ju të qëndroni në këtë vilë për 7 ditë. Era u hutua. Vetëm kaq. Adriani nuk u përgjigj menjëherë. Jo. Ai mori frym thellë. Gjatë këtyre 7 ditëve dua që ti të qëndrosh pranë gruas time. Era ngriti vetullat. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që do të flini në të njëjtën shtëpi, do të hani bashk, do të udhtoni bashk dhe do të kaloni kohë bashk. Era u ngrit. Jo. Adriani e pa. Nuk e ke dëgjuar ofertën deri në fund. Nuk më intereson. 2 milion euro, Era. Paratë nuk blen gjithçka. Adriani buzëqeshi për herë të parë, por buzëqeshja e tij ishte trishtuar. Këtë kam mësuar shumë vonë. Në atë moment dera u hap. Elira hyri në dhomë. Ajo kishte dëgjuar gjithçka. Mjaft, Adrian. Era u kthye. Elira ju afrua. Dua të flas vetëm me të. Adriani doli nga dhoma. Elira u ul përballë Erës. Për disa sekonda asnjëra nuk foli. Pastaj Elira tha: Ti mendon se ai po kërkon të blej ty? Era nuk u përgjigj. Por nuk është kështu. Atëherë çfarë kërkon? Elira uli syt. Ai kërkon të më shpëtojë. Era mbeti e hutuar. Nga çfarë? Elira ngriti syt. Dhe sytë e saj ishin mbushur me lot. Nga vetmia. Në atë moment Era nuk e kuptoi, por të nesërmen kur i tregoi Arbenit për ofertën, ai reagoi krejt ndryshe. 2 milion. Po. Për 7 ditë? Po. Dhe kushti është që ti të qëndrosh me gruan e tij? Era pohoi. Arbeni u ngrit nga karrigia. Kjo është e çmendur. E di. Atëherë pse po mendon për të? Era heshti. Arbeni pa faturat mbi tavolinë. Shiran. Borxhet. Llogarinë bankare pothuajse bosh. Pastaj pa gruan e tij. Era. Nuk po them se do ta pranojmë. Por po e mendon. Ajo uli kokën. Po. Arbeni u afrua. A do ta bëje? Era nuk u përgjigj. Sepse për herë të parë në jetën e saj, ajo ishte përballë një pyetje ku çdo përgjigje kishte një çmim. 2 milion euro mund t'u jepni një shtëpi. Mund t'i nxirrni nga borxhet. Mund t'u ndryshonin jetën. Por çfarë do t'u merrnin? Atë natë ata nuk fjetën. Dhe në orën 3 të mëngjesit, Arbeni mori një vendim. Do shkojmë. Era e pa e tronditur. Je i sigurt? Arbeni ju afrua dhe i kapi dorën. Nuk po të shes ty përpara. Atëherë pse? Sepse dua të zbuloj pse një burrë si ai është gati të paguajë 2 milion euro për 7 ditë. Era e shikoi gjatë. Dhe të dy ranë dakord. Por ata nuk e dinin se kontrata që do të nënshkruanin të nesërmen kishte një klauzol të fshehur. Një klauzol që nëse e zbuloni shumë vonë, mund i shkatëronte të gjithë. Dhe kur Era hapi kontratën në fashën e fundit, pa një fjali që ngriti gjakun në vena. Nëse gjatë këtyre 7 ditëve zbulohet arsyeja e vërtetë e marrëveshjes, kontrata do të anulohet dhe 2 milion eurot nuk do të paguhen kurrë. Era ngriti syt drejt Arbenit. Çfarë po fsheh ky njeri? Dhe pikërisht atëherë telefoni i saj ra. Ishte Elira. Ajo tha vetëm. Era mos i beso Adrianit. Pastaj e mbylli telefonin. Adriani qëndronte në prag të derës. Era nuk mund të lëvizte. Arbeni kishte ngrirë pranë saj, ndërsa Elira çante në heshtje. Por arma në dorën e Adrianit nuk ishte drejtuar nga ata. Ai e uli ngadalë. Nuk dua t'ju bëj keq, tha ai. Por tani që e dini të vërtetën, nuk mund t'ju le të largoheni pa më dëgjuar. Era po dridhej. Ti më the se më zgjodhe për 7 ditë. Adriani heshti. Më gënjeve. Po. Më ofrove 2 milion euro vetëm që të më silli këtu. Po. Dhe më ke ndjekur për muaj të tërë. Adriani uli syt. Po. Era shpërtheu. Pse? Zëri i saj ushtoi në të gjithë dhomën. Adriani mbylli syt për disa sekonda. Pastaj tha, sepse unë besoja se vajza ime kishte vdekur. Elira e ndërpreu. Ti e dije që ajo ishte gjallë. Adriani u kthye drejt saj. Nuk e dija. E dije. Jo. Për herë të parë, zëri i Adrianit u thye. Ai u ul në një karrige. Një burr që kontrollonte kompani, miliona dhe njerëz të panumërt, tani dukej si një plak i lodhur. 18 vjet më parë, tha ai, mora një vendim që më shkatërroi jetën. Era nuk foli. Adriani vazhdoi. Unë dhe Elira ishim të martuar prej vitesh. Por martesa jonë ishte kthyer në një luftë. Unë isha gjithmonë në punë. Ajo ndihej e vetmuar. Dhe kur lindi vajza jonë, unë nuk isha babai që duhet të isha. Elira fshiu lotët. Ti nuk ishe kur aty. E di. Dhe kur ndodhi ajo që ndodhi, ti më fajsove mua. Adriani uli kokën. Sepse nuk dija këtë fajsoja. Era shikonte të dy. Çfarë ndodhi me mua? Elira u afrua. Kur ti linde, babai yt mendoi se ajo ndal. Çfarë? Elira mori frymë thellë. Mendoj se ti kishe vdekur. Era u trondit. Pse? Sepse mjekët na thanë se foshnja nuk kishte mbijetuar. Por unë jam këtu. Po. Atëherë çfarë ndodhi? Elira uli kokën. Nuk e dim. Era ndjeu sikur toka po i largohej në këmbë. Si mund të mos e dini? Adriani ndërhyri. Sepse dokumentet u zhdukën. Arbeni pyeti. Kush i zhduku? Adriani pa nga dera. Dikush që kishte akses në spital. Kush? Ai nuk u përgjigj. Era ngriti zërin. Kush? Adriani e pa drejt në sy. Vëllai im.
Dhoma u bë heshtur. Adriani kishte një vëlla të quajtur Viktor. Viktori ishte zhdukur nga vendi shumë vite më parë. Të paktën kështu mendonte Era. Se do ta bënte këtë? Pyeti ajo. Adriani mori frymëthe. Sepse në atë kohë unë po përpiqesha të ndaja kompani nga familja. Çfarë do të thotë kjo? Babai im kishte lënë një trashëgimi të madhe. Kompania do t'i kalonte fëmijës tim të parë. Arbeni filloi ta kuptonte. Nëse ti kishe një vajzë, Viktor do të humbiste gjithçka. Era pa Elirën. Dhe ai më mori. Elira filloi të çante. Nuk e dim nëse ai të mori vetë. Por atë natë pas lindjes tënde një infermier u zhduk. Dokumentet e lindjes u ndryshuan. Dhe ne u bindëm se ti kishe vdekur. Po Sofia? Adriani uli kokën. Sofia ishte vajza që rrita. Era mbeti e hutuar. Por ti the se ajo vdiq. Po. Atëherë pse fotografia ime ishte në dhomën e saj? Adriani u ngrit. Sepse Sofia kishte zbuluar gjithçka. Ai mori një dosje nga rafti. E vendosi mbi tavolinë. Brenda kishte fotografi, dokumente, raporte dhe një fotografi të vjetër të Erës kur ishte foshnjë. Sofia gjeti këtë para se të vdiste. Era e mori. Në pjesën e pasme ishte shkruar: Fëmia i Elirës, dosja 17. Ajo e dinte që isha gjallë? Po. Dhe çfarë bëri? Adriani uli zërin. Filloi të hetonte. Sofia kishte zbuluar se dokumentet e lindjes së Erës ishin manipuluar. Ajo kishte gjetur emra, data, transferta parash dhe një fotografi të një burri që punonte në spital. Por para se të mund t'ja tregonte të gjitha babait të saj, Sofia vdiq në aksident. Ishte vërtet aksident? Pyeti Arbeni. Adriani heshti. Nuk e di. Por ti the se dyshon se dikush e vrau. Po. Pse? Adriani nxori një tjetër dokument, sepse frenat e makinës ishin manipuluar. Era ustet. Atëherë pse policia nuk e zbuloi? Sepse dikush pagoi për ta mbyllur çështjen. Kush? Adriani pa nga Elira. Këtë nuk e di ende. Elira tha. Por ti dyshon për Viktorin. Po. Dhe tani mendon se ai do të vijë pas Serës? Adriani nuk foli. Kjo ishte përgjigja. Në atë moment, një zhurmë makine u dëgjua jashtë vilës. Adriani ngriti kokën. Mos lëvizni. Ai shkoi drejt dritares. Në port kishte një makinë të zezë. Një burr zbriti. Adriani u zbeh. Është ai. Era pyeti. Kush? Adriani nuk u përgjigj. Viktori. Arbeni u ngrit. Çfarë do të bëjmë? Adriani mori telefonin. Duhet të largoheni nga këtu. Era nuk lëvizi. Jo. Adriani e pa. Era, kjo nuk është me lojë. Nuk po largohem. Nëse Viktori e merr vesh kushje, ai ndaloi. Do të jesh në rrezik. Era e pa drejt. Kam kaluar gjithë jetën duke menduar se nuk kisha një familje. Tani zbulova se kam një nën, një baba dhe një histori që ma kanë fshehur. Ajo shtrëngoi dokumentin. Nuk do të iki pa e ditur të vërtetën. Adriani e pa për disa sekonda. Pastaj buzëqeshi hidhur. Ke karakterin e nënës tënde. Elira qeshi përmes lotëve. Jo. Ka karakterin e vet. Dera kryesore u hap. Një burr rreth të 60-tave hyri në hall. Viktori, ai ishte elegant, i qetë dhe çuditërisht i buzëqeshur. Adriani zbriti shkallët. Çfarë kërkon këtu? Viktori ngriti duart. Kam ardhur të flasim. Pas 25 vjetësh, ka ardhur koha. Adriani u afrua. Ti vrave Sofian. Viktori buzëqeshi. Ende mendon kështu? Kam prova. Jo. Ke dyshime. Viktori hodhi syt drejt shkallëve. Dhe pa erën. Buzëqeshja ju zhduk. Për herë të parë fytyra e tij ndryshoi. Nuk është e mundur. Era u afrua. Çfarë nuk është e mundur? Viktori e pa. Ti. Era ndjeu një të ftohtë. Më njeh. Viktori nuk u përgjigj. Adriani i doli përpara. Mos ju afro. Viktori buzëqeshi përsëri. Ti nuk e di të vërtetën, Adrian. E di mjaftueshëm. Jo. Viktori nxori një zarf nga xhepi. Nëse do të dish se çfarë ndodhi atë natë, hape këtë. Adriani e mori. Viktori u kthye dhe u largua. Por para se të dilte tha: "Dhe kur ta lexosh, do kuptosh se unë nuk e vodha vajzën tënde." Ai ndaloi. Ti madhe vet. Adriani u zbeh. Era e pa. Çfarë do të thotë kjo? Adriani nuk u përgjigj. Ai hapi zarfin. Brenda ishte një fotografi e vjetër e një foshnje. Në anën tjetër ishte shkruar: Foshnja u dorëzua me vullnetin e nënës. Elira pa fotografin. Dhe fytyra e saj u bë bardhë. Jo. Era u kthye drejt saj. Mami? Elira filloi të çante. Ka diçka që nuk ta kam treguar kur. Çfarë? Elira ngriti syt. Unë nuk të dash për të shpëtuar. Ajo mori frymëther. Të dash sepse besoja se po të mbaja larg babait tënd. Era mbeti pa fjalë. Dhe Arbeni kuptoi se historia ishte shumë më e errët nga sa kishte menduar, sepse tashmë nuk ishte më pyetja se kush e kishte rrëmbyer erën. Pyetja e vërtet ishte: pse nëna e saj kishte vendosur ta fshite vajzën e saj për 25 vjet? Era qëndronte përballë nënës së saj, pa mundur të nxirrte asnjë fjalë.
Ajo kishte imagjinuar gjithçka gjatë atyre viteve. Kishte imagjinuar një ditë kur do të zbulonte prindërit e saj të vërtet. Kishte imagjinuar një përqafim, një lot gëzimi, ndoshta edhe një shpjegim, por kur nuk kishte imagjinuar se do të mësonte se nëna e saj kishte qenë pjesë e sekretit. Ti më braktise? Pyeti Era me zë të dridhur. Elira shpërtheu në lot. Jo. Atëherë çfarë bëre? Të shpëtova. Era tundi kokën. Nuk më duket si shpëtim të më lësh të ritem pa ditur kush jam. E di. Nuk e dija semrin tënd. Nuk e dija nga vija. Nuk e dija pse nuk kisha asnjë fotografi të familjes time. Elira ju afrua, sepse nëse do ta dije kush ishe, do të ishe në rrezik. Era u tërhosh. Nga kush? Elira pa drejt Adrianit. Nga babai yt. Adriani mbylli syt. Elira, jo, bërtiti ajo. Ka ardhur koha që të dëgjoj gjithçka. Era u kthye drejt Adrianit. A është e vërtet? Adriani heshti. Pastaj tha, po. Era ndjeu zemrën t'i rëndohej. Ti doje të më gjeje? Po. Për të më mbrojtur? Adriani uli kokën. Në fillim jo. Era priti. T'herë pse? Adriani u ul. Sepse kur humba ty, humba gjithçka. Por kur Sofia vdish, kuptova se nuk mund të vazhdoja të jetoja duke u gënjyer. Era e pa me dhimbje. Pra më kërkove vetëm pasi humbe vajzën tjetër? Jo. Adriani ngriti syt. Të kërkova për 25 vjet. Ai nxori një kuti të vogël. Brenda kishte 10 letra. Çdo vit të shkruaja një letër. Era mori njërin. Data ishte vjetër. 12 gusht 2000 e di. Vajza ime sot mbush një vit. Nuk e di ku je. Nuk e di nëse je gjallë. Por nëse një ditë e lexon këtë, dua të dish se nuk kam rreshtur së kërkuari. Era filloi të çante. Mori një tjetër. 12 gusht 2010. Vajza ime sot do të ishe 9 vjeç. Ndoshta ke flok si nëna jote. Ndoshta buzëqesh si unë. Shpresoj që dikush të ketë dashur. Era nuk mundi ta vazhdonte. Arbeni e përqafoi, por pyetja më e madhe mbetej. Nëse më kërkove gjithë këto vite, pse më gjete vetëm tani? Adriani nuk u përgjigj. Elira e dha përgjigjen, sepse dikush e kishte fshehur identitetin tënd. Kush? Elira pa drejt Adrianit. Viktor. Viktori nuk ishte thjesht vëllai i Adrianit. Ai kishte qenë njeriu që kontrollonte pjesën më të madhe të biznesit familjar. Kur babai i tyre vdish, ai kishte lënë një testament të çuditshëm. Pasardhësi i parë i Adrianit do të trashëgonte një pjesë të madhe të pasurisë. Kjo do të thoshte se nëse Era ekzistonte, Viktori do të humbiste kontrollin mbi miliona euro. Por kishte edhe diçka tjetër, një fond i fshehtë, një pasuri që ishte mbajtur sekret nga familja për dekada. Vlera e saj ishte shumë e madhe se 2 milionë euro. Pse nuk ma tregove këtë më parë? Pyeti Era. Adriani u përgjigj. Sepse askush nuk duhej ta dinte. Po ti më ofrove 2 milionë euro, sepse duhet të silja këtu pa të frikësuar. Era e pa me mosbesim. Pra gjithë kjo histori ishte një kurth? Jo. Atëherë çfarë ishte? Adriani uli syt. Një provë. Arbeni u ngrit. Çfarë prove? Adriani e pa. Doja të shija nëse Era do të vinte për paratë apo për të vërtetën. Arbeni qeshi me nervozizëm. Ti je i çmendur. Ndoshta. Adriani shikoi Erën. Por ajo erdhi, sepse ti na ofrove 2 milionë euro. Dhe ajo mund të kishte marrë paratë, të bënte 7 ditët dhe të largohej. Por në vend të kësaj ajo kërkoi përgjigje. Ai buzëqeshi. Pikërisht si Sofia. Papritur u dëgjua një zhurmë nga jashtë. Pastaj një tjetër. Dritat u fikën. Era u tremb. Çfarë po ndodh? Adriani u ngrit menjëherë. Viktori. Arbeni u afrua pranerës. Çfarë do të bëjmë? Qëndroni këtu. Jo. Era e kapi Adrianin nga krahu. Kjo histori filloi për shkakun tim. Nuk do të fshihem. Adriani e pa. Për herë të parë, në sytë e tij u shfaq diçka që Era nuk e kishte parë më parë. Krenari. Atëherë ja. Ata zbritën në bodrum. Adriani hapi një derë të fshehtë. Pas saj ishte një dhomë e vogël. Në mur kishte 10 fotografi. Fotografit e Erës, që nga foshnjëria, fëmijëri, shkor, martesa, çdo moment i rëndësishëm i jetës së saj. Era u trondit. Si i ke marrë këto? Adriani u përgjigj. Të kam ndjeku nga larg. Për 20 vjet? Po. Dhe nuk erdhe kur të më flisje, sepse çdo herë që afrohesha dikush më kërcënonte. Era preku një fotografi të vjetër. Ishte ajo në moshën 10 vjeç. Kush? Adriani nuk u përgjigj. Në atë moment, dera e bodrumit u hap. Viktori hyri. Ai nuk kishte armë. Vetëm një dosje në dorë. Mjaft me gënjeshtra. Adriani u kthye. Ti nuk ke të drejtë të flasësh. Viktori hodhi dosjen mbi tavolinë. Lexoje. Adriani e hapi. Fytyra e tij ndryshoi. Jo. Era mori dokumentet. Ishin raporte mjekësore. Një raport i vjetër nga dita e lindjes së saj. Dhe në fund ishte një firmë. Adrian Kodra. Era e pa. Ti e ke firmosur? Adriani nuk foli. Ti ke firmosur që unë të largohesha? Po. Era u tërhosh. Pse? Adriani uli kokën. Sepse doktori më tha se ti do të vdisje. Çfarë?
Kishte një problem serioz. Na thanë se nuk do të mbjetoje. Elira filloi të çante, por ajo mbjetoi. Po, Adriani vazhdoi. Dhe kur u zgjova pas operacionit, doktori më tha se ti kishe vdekur. Viktori ndërhyri. Gënjeshtër. Adriani e pa. Çfarë? Fëmia nuk kishte vdekur. Viktori ju afrua. Doktori të gënjeu. Era e pa. Pse? Viktori heshti. Pastaj tha, sepse unë e pagova. Dhoma u bë e heshtur. Era e kuptoi. Ti më more. Viktori tundi kokën. Po. Dhe më rrite? Jo. Era mbeti i hutuar. Atëherë ku më çove? Viktori uli kokën. Te një familje që nuk kishte fëmijë. Pse? Sepse nëse do të riteshe pranë Adrianit, një ditë do të trashëgoje gjithçka. Era e pa me ne veri. Pra gjithçka ishte përpara. Viktori heshti. Pastaj nxori një fotografi. Jo. Ai ja dha Erës. Në fotografi ishte një grua e re. Era e njohu me njëherë. Ishte gruaja që kishte rritur. Ajo. Viktori tha, nëna jote adoptuese. Era filloi të çante. Ajo më tha se nuk mund të kishte fëmijë, sepse nuk mund të kishte. Ajo më deshi? Viktori pohoi. Më shumë se kushdo. Era uli kokën. Dhe papritur kuptoi diçka. Njerëzit që kishin fshehur nga familja e saj biologjike nuk kishin qenë të gjithë përbindësha. Disa kishin bërë gabime. Disa kishin kërkuar para. Por një grua e kishte dashur si vajzën e saj. Viktori nxori një dokument të fundit. Kjo është arsyeja pse erdha. Adriani e mori. Çfarë? Testament i ri. Adriani e lexoi. Fytyra e tij u zbardh. Baba ynë. Po. Viktori buzëqeshi. Ai e dinte se ti do të kërkoje vajzën. Në dokument thuaj se e gjithë pasuria familjare do t'i kalonte trashëgimtarit biologjik të Adrianit, por kishte një kusht. Trashëgimtari duhet të pranonte të merrte pasurinë vetëm nëse Adrian dhe Viktori pajtoheshin. Era qeshi me hidhërim. Pra gjithë këto vite ju të dy po luftonit për një pasuri? Adriani nuk u përgjigj. Era mori dokumentin. E grisi. Të gjithë u habitën. Çfarë po bën? Ajo i hodhi copat në dy sheme. Nuk dua asnjë pasuri që është ndërtuar mbi jetën time. Adriani u afrua. Era, jo. Ajo e pa. Kam ardhur këtu duke menduar se isha një grua e varfër që po shiste një javë të jetës së saj për 2 milion euro. Ajo pa Arbenin. Por sot kuptova se nuk më duhen 2 milion euro për të qenë dikush. Pastaj pa Adrianin. Më duhet vetëm një gjë. Çfarë? E vërteta. Adriani filloi të çante. Ai e përqafoi. Era qëndroi e palëvizur për disa sekonda. Pastaj e përqafoi. Ishte hera e parë që ajo përqafonte baban e saj. Një javë më vonë, Era dhe Arbeni u larguan nga vila. Adriani nuk ua dha 2 milion eurot. Në vend të kësaj ai bëri diçka tjetër. Ai krijoi një fond në emër të Sofias. Fondin e përdori për të ndihmuar familjet e varfra që ndodheshin në të njëjtën gjendje ku kishte qenë Era. Arbeni mori një ofertë pune në një nga kompanitë e Adrianit, por vetëm pasi këmbënguli se nuk donte favore. Era vendosi të vazhdonte punën e saj, por tani kishte një familje, një nënë, një baba dhe një histori që më në fund e njihte. Sa për Elirën, ajo u transferua në një shtëpi pranë tyre. Pas 25 vitesh, nënë e bi filluan të njiheshin nga e para, por kishte edhe një njeri tjetër që duhet të paguante për atë që kishte bërë. Viktori u dorëzua te autoritetet dhe pranoi rolin e tij në falsifikimin e dokumenteve. Megjithatë, para se të largohej, ai tha Erës: "Kam humbur 25 vjet të jetës tënde." Era e pa. "Po." "A më urren?" Ajo heshti. Pastaj tha: "Nuk do të ta jap edhe pjesën tjetër të jetës sime." Dhe u largua. 3 muaj më vonë, Era mori një zarf. Brenda ishte një çek, 2.00000 euro. Ajo menjëherë telefonoi Adrianin. "Të thash se nuk i dua." Adriani qeshi. "Nuk janë për ty." "Atëherë për kë?" "Për ju të dy." "Pse?" "Sepse këtë herë nuk po të paguaj për të kaluar një javë me gruan time." Ai heshti. "Po të jap mundësinë të ndërtosh jetën që nuk ta lejova të kishe." Era nuk pranoi menjëherë. Ajo e pa Arbenin. Ai tha: "Vendimi është yti." Era mendoi gjatë. Pastaj mori çekun, por nuk e përdori për vete. Ajo bleu një ndërtesë të vogël dhe hapi një qendër për familjet që kishin nevojë për ndihmë. Në hyrje vendosi vetëm një pllak të vogël. Asnjë fëmijë nuk duhet të humbas familjen për shkak të parave. Vite më vonë, ku dikush e pyeti Erën nëse pendohej për atë javë që kishte ndryshuar jetën e saj, ajo buzëqeshi. "Në fillim mendova se 2 milion euro ishin arsyeja pse po hyrja në atë shtëpi." Ajo pa Arbenin, por në fund kuptova se parat nuk ishin kur çmimi. "Atëherë cili ishte çmimi?" e pyeti gazetari. Era heshti për pak. Pastaj tha: "Çmimi ishte të përballesha me të vërtetën për veten time." Dhe kështu oferta më e çuditshme që një milioner i kishte bërë ndonjëherë një çifti të varfër, nuk përfundoi me trati, skandal apo pasuri. Përfundoi me një familje që u gjet pas 25 vitesh. Dhe me një grua që më në fund kuptoi se pasuria më e madhe që mund të kishte nuk ishte 2 milion euro. Ishte të dinte më në fund kush ishte. Por historia nuk ishte përfunduar. 3 muaj pas hapjes së qendrës, Era filloi të merrte letra anonime.
Në fillim mendoi se ishin thjesht mesazhe nga njerëz që kërkonin ndihmë, por një mbrëmje ajo gjeti një zarf të zi mbi tavolinën e saj. Brenda ishte vetëm një fotografi. Era e mori. Në fotografi ishte Sofia. Por fotografia ishte bërë një ditë pas aksidentit ku ajo supozohej se kishte vdekur. Në pjesën e pasme ishte shkruar: "Nëse mendon se e di të vërtetën, pyet veten pse askush nuk e pa trupin e Sofias." Era mbeti pa frym. Menjëherë telefonoi Arbenin. "Duhet të vish këtu." "Çfarë ndodhi?" "Ka marr diçka." Kur Arbeni mbërriti, Era I tregoi fotografin. Ai e pa gjatë. "Je sigurt që është Sofia?" "Po." "Adrian ma ka treguar qindra herë." "Kush ta dërgoi?" "Nuk e di." Në atë moment, telefoni i Erës vibroi. Një mesazh. "Mos I beso Adrianit." Arbeni ngriti syt. Përsëri kjo fjali. Era heshti. Sepse dikush po përpiqej t'i tregonte se historia e saj nuk kishte përfunduar. Të nesërmen Era shkoi te Adriani. Ai ishte në zyrë. "Duhet të flasim." Adriani e pa dhe menjëherë kuptoi se diçka kishte ndodhur. "Çfarë ke?" Era vendosi fotografin mbi tavolinë. Adriani u zbeh. "Ku e gjete?" "Ma dërguan." Ai e mori. Duart I dridheshin. "Kjo nuk është e mundur." "Pse?" "Sepse kjo fotografi nuk ekzistonte." "Por Sofia është këtu." Adriani u ul. "Jo." Era u afrua. "Çfarë do të thuash?" Adriani ngriti syt. "Sofia nuk vdiq atë natë." Era mbeti pa fjalë. "Çfarë?" "Ajo mbijetoi." "Por ti më the." "Sepse trupi që gjetën nuk ishte I saj." Era u tërhosh. "Atëherë ku është?" Adriani nuk foli. "Ku është Sofia?" Ai mbylli syt. "Nuk e di." Era ndjeu sikur gjithçka po shembej përsëri. "Ti më gënjeve." "Po." "Pse?" Adriani u ngrit. "Sepse Sofia më kërkoi të besoja se kishte vdekur." "Se do ta bënte këtë?" "Sepse ajo kishte zbuluar se kush ishte pas gjithçkaje." Era u ngrir. "Kush?" Adriani nuk foli. "Kush?" Ai nxori një dosje të vjetër. "Një njeri që ti e njeh." Era e hapi. Brenda ishte një fotografi. Ajo njohu menjëherë fytyrën. Ishte një person që kishte qenë pranë familjes së tyre prej vitesh. Dikush që të gjithë e kishin besuar. Dikush që kishte ndihmuar Adrianin të gjente Erën. Dikush që kishte qenë gjithmonë pranë tyre. Avokati I familjes. Era e pa Adrianin. Ai? Po. Por ai na ndihmoi. Pikërisht. Në atë moment, telefoni I Adrianit ra. Ai u përgjigj. Zëri në anën tjetër ishte I qetë. "E gjete?" Adriani nuk foli. "E di që e ke gjetur." "Ku është Sofia?" Një heshtje. Pastaj zëri tha. "Ajo është më afër jush nga sa mendoni." Telefonata u mbyll. Era pa Adrianin. "Çfarë do të thotë kjo?" Adriani u ngrit. "Duhet të shkojmë në qendrën tënde." "Pse?" "Sepse fotografia që more nuk është një kërcënim." Ai mori palton. "Është një mesazh." Kur arritën në qendër, gjithçka dukej normale. Punonjësit ishin në zyrat e tyre. Njerëzit prisnin ndihmë. Por Era vuri re një grua që rinte vetëm në korridor. Ajo ishte rreth të 40-tave. Kishte sytë e errët dhe flokë të shkurtër. Era e kishte parë më parë, por nuk kujtonte ku. Gruaja u ngrit. "Era?" "Po." Gruaja u afrua. "Kam ardhur të jap diçka." Ajo I dha një kuti. Era e hapi. Brenda ishte një varse e vjetër. Era e njohu menjëherë. Ishte njëta varse që kishte parë në fotografinë e Sofias. "Nga e ke?" Gruaja filloi të çante. "Madha ajo." Adriani u afrua. "Kush?" Gruaja ngriti syt. "Sofia." Adriani u zbeh. "Ku është?" Gruaja u përgjigj. "Jashtë." Të gjithë dolën. Në anën tjetër të rrugës ishte një grua. Era e pa. Adriani nuk mund të merrte frym. Ajo grua u afrua ngadalë. Dhe kur u ndal para tyre hoshi syzet. Era pa fytyrën e saj. Ishte Sofia. Gjallë, pas 8 vitesh. Adriani u afrua. "Vajza ime." Sofia filloi të çante. "Më fal baba." Adriani e përqafoi. Era qëndroi pak më larg. Sofia e pa. "Ti Era?" Era pohoi. "Po." Sofia ju afrua. "Kam kaluar vite duke kërkuar një mënyrë për të të gjetur. Pse nuk erdhe?" Sofia uli syt. "Sepse po të kthehesha, ata do të vrisnin." "Kush?" Sofia pa Adrianin. "Njeriu që kontrollonte gjithçka." Adriani u step. "Viktori?" Sofia tundi kokën. "Jo." Ajo mori frym thellë. "Dikush edhe më I afërt." Era ndjeu një të ftohtë. "Kush?" Sofia pa drejt qendrës. Dhe tha. "Elira." Era mbeti pa fjalë. "Nëna ime?" Sofia pohoi. Ajo nuk të fshehu për të shpëtuar. "Atëherë pse?" Sofia e pa me lot në sy. "Sepse kishte frikë se ti do të zbuloje atë që kishte bërë." Era nuk mund të fliste. Adriani u kthye drejt Elirës. "Çfarë ke bërë?" Elira, e cila sapo kishte mbërritur, u ndal. Ajo pa Sofian. Dhe fytyra e saj u shkatërua. "Jo." Sofia ju afrua. "Po nën." Elira filloi të çante. "Ti nuk duhet të ishe gjallë." Era u trondit. "Çfarë do të thotë kjo?" Sofia u kthye nga Era. "Sepse atë natë nëna jon nuk humbi vetëm një vajzë."
Ajo ndaloi. Ajo u përpoq të humbiste të dyja. Adriani bërtiti. Mjaft. Por tashmë ishte tepër vonë. E vërteta ishte zbuluar. Dhe era e kuptoi se pas gjithë atyre viteve, personi që kishte menduar se e kishte mbrojtur, mund të ishte pikërisht personi që kishte nisur gjithë tragjedin. Por pyetja e fundit mbeti pa përgjigje. Pse Elira kishte dashur të zhdukte të dyja vajzat e saj, dhe përgjigjja do të ndryshonte gjithçka. Por historia nuk ishte përfunduar. 3 muaj pas hapjes së qendrës, era filloi të merrte letra anonime. Në fillim mendoi se ishin thjesht mesazhe nga njerëz që kërkonin ndihmë. Por një mbrëmje, ajo gjeti një zarf të zi mbi tavolinën e saj. Brenda ishte vetëm një fotografi. Era e mori. Në fotografi ishte Sofia. Por fotografia ishte bërë një ditë pas aksidentit ku ajo supozohej se kishte vdekur. Në pjesën e pasme ishte shkruar: nëse mendon se e di të vërtetën, pyet veten pse askush nuk e pa trupin e Sofias. Era mbeti pa frym. Menjëherë telefonoi Arbenin. Duhet të vish këtu. Çfarë ndodhi? Kam marr diçka. Kur Arbeni mbërriti, Era i tregoi fotografin. Ai e pa gjatë. Je sigurt që është Sofia? Po. Adrian ma ka treguar qindra herë. Kush ta dërgoi? Nuk e di. Në atë moment, telefoni i Erës vibroi. Një mesazh. Mos i beso Adrianit. Arbeni ngriti syt. Përsëri kjo fjali. Era heshti. Sepse dikush po përpiqej t'i tregonte se historia e saj nuk kishte përfunduar. Të nesërmen Era shkoi te Adriani. Ai ishte në zyrë. Duhet të flasim. Adriani e pa dhe menjëherë kuptoi se diçka kishte ndodhur. Çfarë ke? Era vendosi fotografin mbi tavolinë. Adriani u zbeh. Ku e gjete? Ma dërguan. Ai e mori. Duart i dridheshin. Kjo nuk është e mundur. Pse? Sepse kjo fotografi nuk ekzistonte. Por Sofia është këtu. Adriani u ul. Jo. Era u afrua. Çfarë do të thuash? Adriani ngriti syt. Sofia nuk vdiq atë natë. Era mbeti pa fjalë. Çfarë? Ajo mbijetoi. Por ti më the, sepse trupi që gjetën nuk ishte i saj. Era u tërhosh. Atëherë ku është? Adriani nuk foli. Ku është Sofia? Ai mbylli syt. Nuk e di. Era ndjeu sikur gjithçka po shembej përsëri. Ti më gënjeve. Po. Pse? Adriani u ngrit. Sepse Sofia më kërkoi të besoja se kishte vdekur. Se do ta bënte këtë? Sepse ajo kishte zbuluar se kush ishte pas gjithçkaje. Era u ngrir. Kush? Adriani nuk foli. Kush? Ai nxori një dosje të vjetër. Një njeri që ti e njeh. Era e hapi. Brenda ishte një fotografi. Ajo njohu menjëherë fytyrën. Ishte një person që kishte qenë pranë familjes së tyre prej vitesh. Dikush që të gjithë e kishin besuar. Dikush që kishte ndihmuar Adrianin të gjente Erën. Dikush që kishte qenë gjithmonë pranë tyre. Avokati i familjes. Era e pa Adrianin. Ai? Po. Por ai na ndihmoi. Pikërisht. Në atë moment, telefoni i Adrianit ra. Ai u përgjigj. Zëri në anën tjetër ishte i qetë. E gjete? Adriani nuk foli. E di që e ke gjetur. Ku është Sofia? Një heshtje. Pastaj zëri tha. Ajo është më afër jush nga sa mendoni. Telefonata u mbyll. Era pa Adrianin. Çfarë do të thotë kjo? Adriani u ngrit. Duhet të shkojnë në qendrën tënde. Pse? Sepse fotografia që more nuk është një kërcënim. Ai mori palton. Është një mesazh. Kur arritën në qendër, gjithçka dukej normale. Punonjësit ishin në zyrat e tyre. Njerëzit prisnin ndihmë. Por Era vuri re një grua që rinte vetëm në korridor. Ajo ishte rreth të 40-ve. Kishte sytë e errët dhe flokë të shkurtër. Era e kishte parë më parë, por nuk kujtonte ku. Gruaja u ngrit. Era? Po. Gruaja u afrua. Kam ardhur të jap diçka. Ajo i dha një kuti. Era e hapi. Brenda ishte një varse e vjetër. Era e njohu menjëherë. Ishte njëta varse që kishte parë në fotografinë e Sofias. Nga e ke? Gruaja filloi të çante. Madha ajo. Adriani u afrua. Kush? Gruaja ngriti syt. Sofia. Adriani u zbeh. Ku është? Gruaja u përgjigj. Jashtë. Të gjithë dolen. Në anën tjetër të rrugës ishte një grua. Era e pa. Adriani nuk mund të merrte frym. Ajo grua u afrua ngadalë. Dhe kur ndal para tyre hoshi syzet. Era pa fytyrën e saj. Ishte Sofia. Gjallë, pas 8 vitesh. Adriani u afrua. Vajza ime. Sofia filloi të çante. Më fal baba. Adriani e përqafoi. Era qëndroi pak më larg. Sofia e pa. Ti Era. Era pohoi. Po. Sofia ju afrua. Kam kaluar vite duke kërkuar një mënyrë për të gjetur. Pse nuk erdhe? Sofia uli syt. Sepse po të kthehesha, ata do të vrisnin. Kush? Sofia pa Adrianin. Njeriu që kontrollonte gjithçka. Adriani u step. Viktori? Sofia tundi kokën. Jo. Ajo mori frymthel. Dikush edhe më afërt. Era ndjeu një të ftohtë. Kush? Sofia pa drejt qendrës. Dhe tha. Elira. Era mbeti pa fjalë. Nëna ime? Sofia pohoi.
Ajo nuk të fshehu për të të shpëtuar. Atëherë pse? Sofia e pa me lot në sy. Sepse kishte frikë se ti do të zbuloje atë që kishte bërë. Era nuk mund të fliste. Adriani u kthye drejt Elirës. Çfarë ke bër? Elira, e cila sapo kishte mbërritur, u ndal. Ajo pa Sofian, dhe fytyra e saj u shkatërua. Jo, Sofia ju afrua. po nën. Elira filloi të çante. Ti nuk duhet të ishe gjallë. Era u trondit. Çfarë do të thotë kjo? Sofia u kthye nga Era, sepse atë natë nëna jon nuk humbi vetëm një vajzë. Ajo ndaloi. Ajo u përpoq të humbiste të dyja. Adriani bërtiti. Mjaft. Por tashmë ishte tepër vonë. E vërteta ishte zbuluar. Dhe Era e kuptoi se pas gjithë atyre viteve, personi që kishte menduar se e kishte mbrojtur, mund të ishte pikërisht personi që kishte nisur gjithë tragjedinë. Por pyetja e fundit mbeti pa përgjigje. Pse Elira kishte dashur të zhdukte të dyja vajzat e saj, dhe përgjigjja do të ndryshonte gjithçka.